Kam lindë në vitin 1966 në Shkup, në Equinoxin e dytë. Prej moshës 9 vjeçare me Kur'an, në moshën 10 vjeçare në vitin 1976, ku mbohat me para 12 hoxhallarëve në Dijonska të Shkupit. Pastaj në medresën Alaudin në Prishtinë dhe pastaj në Egjip në Kairë në ta të quajtërin Fakultet Islamik Kullijet l-Usuluddin, qism al-Aqida wal Falsafa. Ajo që dua të them është se une me Kur'an dhe me sektet e muslimanizmit jam që 20 vjet, kështu që i njoh mirë, i njoh më thom, vetëm që Zoti më ka dekoru mi njoft edhe germat dhe frekuencën, vibracionin e germës. Gjithashtu pas fatin të ihci çdo kadem dhe pëllëm të tokës shqiptare, kështu që e njoh mirë frymën shqiptare dhe i njoh vuajtjet dhe dhimbjet e shqiptarë. Tani kur i them gjitha këto, çka mendoni ju? A nuk e di që edhe ne mund të manipuloj dhe kërkoj vota në emrin të Allahut?